Në zemër të qytetit të Pogradecit, pranë shëtitores e Europa dhe tregu të liçenit, sheshi Odeon është kthyer në një nga hapësirat më të dashura dhe funksionale për qytetarët dhe vizitorët. I konceptuar si një hapësirë publike multifunksionale, ky shesh është transformuar vitet e fundit fal një investimi të nevojshëm nga Bashkia e Pogradecit. I frymëzuar nga trashëgimia kulturore e qytetit dhe natyra e veçantë e liçenit, sheshi Odeon është ndërruar në një oazë shplodhjeje dhe gjallërie, ku ngjyrat e luleve, freskia e mbrëmjes dhe valët e liçenit krijojnë një atmosferë që përçon ndjesinë e një parajse poetike, ashtu siç e ka përshkruar dikur Lezgushi. Bashkia ka publikuar pamje të projektit të ri për transformimin e sheshit, duke theksuar se ky është një investim i rëndësishëm për një qytet me potencial të madh turistik si Pogradeci. Në vijim të investimeve të kryera më parë, si në sheshin e Trëndafilave, Odeoni pritet të bëhet epiqendër e aktiviteteve kulturore dhe artistike, tashmë me një pamje tërësisht moderne dhe funksionale. Amfiteatri i hapur në këtë shesh është projektuar për të ofruar jo vetëm vende për të ulur dhe pushuar, por edhe ambiente rekreative për të gjitha moshat, me një kapacitet për rreth 600 vendesh për ulje dhe mundësi pritje për rreth 2000 persona gjithsej. Odeoni përfshin elemente arkitektonik bashkëkohor si shkallare, strukturat kuboide dhe orientimet e shumë fishta që ofrojnë pamje të ndryshme të qytetit dhe liçenit. Integrimi i bimësisë dhe elementeve natyrore me karakter lokal është një tjetër veçori që bën këtë hapësirë të veçantë të harmonizuar me mjedisin përreth. Pogradeci, një destinacion turistik i përhershëm, vijon të tërheqë vizitor fal hijeshisë së liçenit, kulturës, historisë dhe mikpritjes së tij. Me zhvillime të tilla urbane, qyteti forcon identitetin e tij si një qytet që respekton natyrën, kujdeset për komunitetin dhe ofron përvojë të pasur për çdo vizitor.